Faktën kjo është ajo çfarë raporton dhe Politico, duke qenë se mosmarrëveshjet më të mëdha të Kievit zyrtar kanë qenë se ne nuk mund të shkojmë drejt një marrëveshje paqeje, patjetër më parë kush janë garancitë e sigurisë që vendi jon merr, sigurisht pas dy luftrave të 2014-s dhe 2022-shit të nisura me spalë. Sa reale është diçka e tillë që të marrë Ukraina garanci sigurisë sipas Nenit 5? Është premtuar për garanci sigurisë, çështja është që garancitë e sigurisë duhet të jenë ligjërisht. Pra, Ukraina ka kërkuar ligjërisht të detyrueshme. Pra, duhet të miratohet nga Kongresi Amerikan. Vetëm në këtë formë, atëherë bëhet ligjërisht e detyrueshme dhe Ukraina ka garancitë e sigurisë. Nëse Rusia e shkel marrëveshjen, sepse nuk është Rusia ka provuar që i shkel marrëveshjet. Ne kemi marrëveshjen e Budapestit, kur Ukraina dorëzoi armët bërthamore, në këmbim të garancive të sigurisë, por që nuk ishin politikisht të detyrueshme, jo ligjërisht, dhe garant në atë kohë, në 94, në Budapest, ishin Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Rusia. Më vonë ju bashkua dhe Kina. Rusia e shkeli këtë marrëveshje, duke sulmuar Ukrainën. Kështu ja ka provuar, po kështu shkeli marrëveshjen e Minsk 2-shit, ishte i marrëveshje e rënë dakord edhe nga Rusia. Rusia ka qenë në 4 vendet që vazhdonin negociatat të rregullta, Gjermani, Britani, Francë dhe Rusi. Kështu që e ka provuar dhe Ukraina është në drejtën e saj që të ketë garanci sigurie ligjërisht të detyrueshme. E shoh pak të vështirë që të jetë e realizueshme, sepse do kohë, nëse do bëhet ligjërisht e detyrueshme, do kohë për të realizuar, që duhet miratim në Kongresin Amerikan. Ana tjetër, Ukraina ka deklaruar, pra e reja e këtyre bisedimeve të fundit, është që Ukraina ka deklaruar që heq dorë, pra në këmbim të garancive të tilla, të sigurisë, pra ligjërisht të detyrueshme, heq dorë nga antarësimi në NATO, edhe kjo e sankcionuar në ligj. Pra është një lëshim që e bën Ukraina në këtë rast. Ajo si që theksuat, ajo që nuk lëshon pe Ukraina është çështja e territoreve. Ashtu sikurse edhe Rusia, që është e njëjta situatë. Pra edhe Rusia pika nxehtë për të dy palët aty është tek çështja e territorit. Rusia pretendon që i ka aneksuar dhe i ka pjesë të kushtetutës saj. Ukraina i ka pjesë natyrale të territorit vetë dhe të kushtetutës natyrisht. Çështja është, unë gjithë i rikthehem interesave të palëve për marrëveshje, paqe. Shumë shkurt. Ukraina është e interesuar, është më e dëmtuara në këtë luftë. Është shteti që ka pësuar një agresion. Pra është mbrojtur. Është dëmtuar ekonomia, janë vrarë njerëz, është dëmtuar çdo gjë, pra janë zhvendosur popullat, qoftë brenda qoftë jashtë Ukrainës, dhe është interesuar të arrijë një marrëveshje. Natyrisht një marrëveshje të drejtë dhe me garanci sigurie. Marrim Rusinë, palën tjetër. A është e interesuar Rusia që të ketë një marrëveshje paqe? Unë them që jo, nuk është. Sepse Rusia kërkon marrje territoresh, ato që ka pushtuar, por edhe pak më tepër. Se po të shohim Donetsk, kontrollon aktualisht Ukraina 22%. Ja, ndalemi këtu. Ndalemi te kjo harta e BBC, se këtu është pika ku duhet shkojmë më pas. Pra, për ta bërë më të qartë për publikun, Luhansku dhe Donetsku përbëjnë të gjithat pjesë i cili njihet sot si Donbasi. Në pjesën në ngjyrë blu në këtë hartë kemi territorin që mbahet ende nga pala ukrainase që nuk është pushtuar nga rusët, ndërkohë që në ngjyrë të kuqe kemi territorin e pushtuar deri tani nga Rusia që përnisës së luftës së vitit 2014. Pra, kemi një Amerikë që thotë se kjo duhet të jetë një buffer zone, zonë e demilitarizuar dhe zonë e lirë ekonomike. As mish, as peshk, as Ukrainë e as Rusi. Çështja është kush e garanton që ajo do jetë as e njërës as e tjetrës dhe kush garanton që Rusia nuk e ripushton. Pra, duhen garanci sigurie, duhet një forcë. Po prap një nga trejat e kësaj bisedimet në Berlin është që vendet e koalicionit të vullnetit të mirë ranë dakord që nëse arrit një marrëveshje të dërgojnë trupa në terren.
në Ukrainë, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara do të kryesojnë mekanizmin e monitorimit të marrëveshjes. Pra janë dy mekanizma që sigurojnë zbatimin e marrëveshjes në terren. Do thoja që për Donetskun, ju dini që është pushtuar që në 2014 një pjesë e saj, është rreth 55% ka qenë pushtuar. Bashkë me Krimen bëjnë rreth 7,5% të territorit të Ukrainës gjithsej. Të pushtuar në 2014. Në Rusia dhe separatistët. Në Donbas kanë qenë separatistët të mbështetur nga Rusia. Aktualisht, që nga 2022, agresioni 2022, Rusia ka pushtuar vetëm 23%. Pra i ka shtuar edhe 23% territorit të Donbasit që ka qenë pushtuar. Dhe ka akoma pa pushtuar dhe 22% që i mban Ukraina. Që do të thotë, i ndashur 4 vjet që të pushtojë 23% të territorit të Ukrainës, të Donbas. Dhe me këtë ritëm i duhen aja 3-4 vjet tjera të pushtojë vetëm Donbasin. Pra nuk është Rusia që flet nga pozitat e të fortit. Po t'ishte pozitat e të fortit, do ta kishte pushtuar. Dhe do impononte një marrëveshje paqe ashtu siç donte ajo. Në këtë rast nuk është. Pse kërkon që ta marrë? Nuk është arsyeja e territorit. Rusia ka 17 milion kilometra katror territor. Nuk i ngren ai peshë të madh marrë dhe 108.000 metra, 108.000 kilometra katror. Nuk është çështja atje. Çështja është që si do ta justifikoj Putin 4 vjet luftë në opinionin e brendshëm dhe 1 milion të vrarë në këtë luftë bi nënash ruse. Si do e justifikoje nëse ai tërhiqet, pranon marrëveshjen e paqes dhe kthehet në territoret e veta. Kështu që unë jam i bindur që Rusia nuk e pranon këto dhe kjo është pika e nxehtë. E vetmja mënyrë për të detyruar Rusinë që të pranojë marrëveshjen e paqes është pikërisht vazhdimi i sanksioneve. Dhe po shikojmë... Po nuk e kanë gjyzuar ekonominë e Moskës. Ne flasim për sanksione, ka pasur sanksione nga europianët, e ka arritur Moska nëpërmjet aleancave të saj ta mbajë ekonominë e gjallë. Shiko, unë do të them vetëm një gjë, nuk jam ekonomist. Mund të them vetëm një gjë, nga ana ekonomike, Rusia pati një zhvillim ekonomik në fillim në 2 vitet e parë të luftës për arsye të industrisë ushtarake. Sepse investoi në industrinë ushtarake, pati një boom. Dhe kjo shkaktoi një rritje ekonomike. Aktualisht që flasim për arsye të sanksioneve, Rusia, ekonomia ruse është me stagnacionit dhe një ekonomie militariste. Pra nuk është situatë e mirë. Po të shohim edhe bursat ndërkombëtare, po të shohim sot aktualisht një fuqi naftë është shitur me $40. Është çmimi më i ulët historik. Ka një rënje fal shpresës që ekziston absolutisht. Nga ana tjetër ka dobësuar dhe pozitën e Rusisë në atë rajon.